Urime kryeshef, suksese. Vox Kosova, ekskluzivisht, ka siguruar nga dosja e prokurorisë komunikimet e Faruk Mujkës me Artaner Izvanollin, Albulena Haxhiun dhe Jona Mihajlin. Për aplikimin, propozimin tënd të gjithë janë ok. Konfirmoni të kryeministri volletin tuaj për Iber Lepenc. Në publik, më 1 dhjetor të vitit 2022, ndërmarrja hidroekonomike e Iber Lepenci njoftonte se zotëri Faruk Mujka, përmes një procesi të ligjshëm të përgjedhjes, është emëruar kryeshef ekzekutiv për një mandat prej 3 vjetësh. Por në prapaskenë, Mujka koordinohej me ministren Artaner Izvanolli dhe Dejona Mihajlin e vetëvendosjes për ta kapur këtë pozitë në formë krejtësisht jo ligjore dhe me ndikime politike të partisë në pushtet. Vox Kosova, ekskluzivisht, ka siguruar nga dosja e prokurorisë komunikimet e Faruk Mujkës me Artaner Izvanollin, Albulena Haxhiun, Dejona Mihajlin dhe zyrtarë të tjerë të lartë të institucioneve të Kosovës. Komunikime këto të realizuara nga 2 telefon të Mujkës, që ju konfiskuan në momentin e arrestimit të tij me 14 korrik 2023, pas dyshimeve për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Kur Mujkës ju ekzaminuan telefonat nga Drejtoria e Teknikës Kriminalistike, sektori për fotografi, videoanalizë dhe ekzaminime të IT-s, u gjetë se Mujka kishte komunikime të rregullta me ministrat të vetëvendosjes e me Dejona Mihajlin. Komunikimet janë realizuar kryesisht në platformën WhatsApp. Nga mesazhet që do t'i publikojmë, zbulohet skema e emërimeve krejtësisht politike dhe në mënyrë të kundërligjshme, jo vetëm e Mujkës në Iber Lepenc, por edhe e militantëve të tjerë nëpër institucione. Kjo është hera e parë që dëshmohet me fakte nga prokuroria se si ministrat ushtrojnë ndikimin e tyre për kryerjen e favoreve duke abuzuar me pushtetin. Në komunikimet e Faruk Mujkës me ministrin e ekonomisë Artaner Izvanolli dhe Dejona Mihajlin e vetëvendosjes, kuptohet qartësisht se qysh nga fillimi, konkursi për kryeshef të Iber Lepencit ishte vetëm një formalitet. Personi tashmë ishte caktuar dhe do të përzgjedhej politikisht, ilegalisht, nëpërmjet abuzimit të skajshëm në pushtetin. Me 1 shtator të vitit 2022, në orën 4:43, Dejona Mihajli i shkruan Faruk Mujkës: për aplikimin, propozimin tënd të gjithë janë ok. Do me thonë, vijojmë, por megjithatë, takoju me Artanen. Merru një herë me aplikimin dhe takohu me Artanen. Mujka bën ashtu si thot Mihajli dhe vetëm 2 minuta më vonë, në 4:55, i shkruan Artaner Izvanollit: përshëndetje ministresh, shpresoj se nesër mund ta realizojmë takimin. Isha sot në organizat dhe më thanë gjithsesi me u drejtu te kjo. Faleminderit. Izvanolli ja kthe: përshëndetje Faruk, po takohemi, kur ju konvenon? Pas dite dikur? Mujka me mirësjellje i përgjigjet: pa asnjë problem për mu, kur do që është më e përshtatshme për ju. Të nesërmen, Izvanolli shkruan Mujkës: prej tash tuqe unë mundem. Mujka përgjigjet: më fal ministre, unë tek tani u nisa nga Mitrovica, po ata ca punë të papritura. Ok, të pres, e kthen Izvanolli dhe Mujka që i thot: për 5 minuta jam te kjo. Takimi ndodh. Gjithçka e kurdisur për Faruk Mujkën që dhe ka pozitën e kryeshefit ekzekutiv, në një ndërmarrje që është aset i vlefshëm për partinë pushtet, sepse aty edhe ka mundësi për punësime edhe financat mëdha. Megjithatë, duhet edhe amini i një njeriu tjetër, kryesorit, Albin Kurtit. Mujka, rreth 1 muaj më vonë nga takimi i fundit me Izvanollin, i shkruan ministres prap: e nderuar ministre, përshëndetje, ju lutem, konfirmoni të kryeministri volletin tuaj për Iber Lepenc, sepse ai nuk ishte informuar dhe donte gjithsesi me ditë se dhe ju pajtoheni me aplikimin tim. Faleminderit shumë. Përshëndetje Faruk, pa merak, e qetëson ministrja. Faleminderit shumë, suksese të pafundme, e përfundon bisedën Mujka. Normalisht, kur vije afati i intervistës, Faruk Mujka i drejtohet sërish Dejonës. Me datën 3 nëntor shkruan: përshëndetje Dejona, të mërkurën e kam intervistën. A kishte qenë mirë që një ditë të takohemi veç shkurt, ta tregoj prezentimin dhe nëse ke diçka më këshillu se është intervista ime e parë, më të mira. Po patjetër, ja kthen ajo. Për intervistë, Mujka njofton edhe ministrin Izvanolli. Vëmendje këtu. Faruk Mujka nuk guxon të flasë me ministrin për këtë testim. As për këtë vend pune, sepse ndërmarrjet publike sikur Iber Lepenci janë nën menaxhim të Ministrisë së Ekonomisë,
që udhëheq vetë Rizvanolli. Kjo qasje është krejtësisht ilegale, sepse gara do të duhet të ishte fair dhe korrekte, me mundësi të barabarta për të gjithë kandidatët. Por këtu nuk ndodh kështu. Më vonë, Mujka ka një shqetësim tjetër, të cilin ja paraqet ministrës. Frigët që partneri i tyre në parti Faton Peci po influencon që njerëzit e tij të marrin pushtetin në ndërmarrje dhe pozitën e kryeshefit. Përshëndetje ministre, intervistën më kanë caktuar për të hënën. Fillimisht më kanë thënë për nesër, por e kanë shtyr ndërkohë. Dejona më tha që kryesuesi po insiston për dikën nga brenda, por unë nga burime të sigurta e di që ai pret udhëzimin nga ministri Peci. Për këtë arsye e kanë kandiduar një femër nga Lipjani, Guxha Fatoni, po tenton me shti komplet ndikimin e Ujsjells, të Mitrovicës dhe Iber Lepens. E di se ke tepër punë, por deshta me nda këtë informat me juve. Më të mira, shkruan Mujka. Fëllëmë për info zotri Faruk. Kjo nga Lipjani, për ku ka aplikuar dhe kush është, e pyet ministrja. Kaltrina Demiri, për kryeshef në Iber Lepens, ka qenë kandidate për asambliste në listën tonë e propozuar nga Guxha, ja shpjegon Mujka. Mujkës tash i del edhe një tjetër shqetësim. Një tjetër person që Mujka dëshon të jetë i shtyrë nga Donika Gërvalla. Ai shkruan tash Dejonës. Ai djali numër 2 në listë, e me të cilin qenë kam në listën e ngushtë, është definitivisht ai për të cilin më kanë thënë moti se është i preferuar i Gërvallës dhe mbështetet nga Vjosa, e cila edhe e ka dërgu Bajramin aty, ku është për me shty këtë proces. Këtë informacion e ke me garancë 100%. Inshallah nuk më sakrifikoni për shkak të 1% të Vjosës. Dëshpërohem pa mos. Nuk kanë thënë askush i nivelit politik diçka për të. Pra, këta subjektet e tyre, jo tonin. Ka gjasa që vetë ky Bajrami të jetë për e jep konotacion kështu i atij e këtij. Por për çdo rast, ja përcolla Artanës, ja kthen Dejona, për të shkruar të njëjtën ditë më vonë prapë. Nuk ka lidhje as në Bajramin, as me Guxha personin e fjalë, e konfirmuar. Në rregull, më fal, ndoshta jam gabim. Ndoshta kjo vonesë po më shqetëson pa nevojë e unë po ju shqetësoj juve. Më të mira. Pa merak ja kthen Dejona. Dhe kur të thot Dejona Mihajli pa merak, me gjash nuk duhet të kesh merak fare. Ky komunikim ndodhte me 23 nëntor 2022. Veç 8 ditë më vonë, me 2 dhjetor, në orën 10:56 minuta e 57 sekonda, Faruk Mujkës i vjen një mesazh. Mesazhi është nga Artani Rizvanolli. Mesazhi është i shkurtër. Urime kryeshef, suksese. Mujka pra, pas një skeme krejtësisht jo ligjore, me ndërhyrje të dëshmuara këtu flagrante, e kishte kapur pozitën. E nderuara ministre, të falenderoj nga zemra për besimin, mbështetjen dhe përkrahjen tuaj në këtë proces. Premtoj se nuk do që shgënjej dhe do të bëj të pamundurën të shtim synimet tona në zhvillimin e ndërmarrjes dhe mënyrës së qeverisjes e cila pritet nga ne. E kthen mesazhin plot falënderime Mujka. Na prifte mbara, vazhdon Rizvanolli. Gjithmonë së bashku, thot Mujka. Normalisht, të njëjtin mesazh ja çon edhe Dejonës. E nderuara Dejon, të falenderoj nga zemra për besimin, mbështetjen dhe përkrahjen tuaj në këtë proces. Premtoj se nuk do të shgënjej dhe do të bëj të pamundurën të shtyjmë synimet tona në zhvillimin e ndërmarrjes dhe mënyrës së qeverisjes e cila pritet nga ne. Vetë suksese, përgjigjet shkurt Dejona Mihajli. Më pas vazhdon edhe pak një bisedë interesante mes Mujkës e Rizvanollit të njëjtën ditë. Lirisht me plot gojë thuaj që qeveria e ASVV nuk ka ndikuar në vlerësim, e sugjeron Rizvanolli Mujkën. Bile njëjtë ka vlerësu më dëm se ka preferu dikë tjetër, por për këtë të tregoj ndonjëherë. Por Mujka me gjase di se për këtë bëhet fjalë. E di se Bajrami ka qenë goxha e ndikuar nga dikush. Bile më thirri me dalë sonte, por i thash qëtë herë. Hiq pa merak, se unë e di si me vepru me media, pas nëse ata shkruajnë pa më pyet mua fare. Takohemi gjithsesi gjatë javës të tregoj kush është kush e çka po bën aty, se gjatë këtij konkursi kam mësu shumë. E ata me interesa tjerë duhet me i përcjell me kujdes. Mujka përgjigjet. Unë kam pas mundësi paka shumë me i vlerësu vetëm qatë intervistës, sepse vetëm Bajramin e një, e aja është asile dëkej tipit Skënder Hysenit. Këto pason një ofendim i rënë nga Rizvanolli për Skënder Hysenin, ish ministrin e disa ministrive në Kosovë. Ha ha ha, bash, asi minuki, që bëhet i pagajshëm. E një krejt Mitrovica çfarë është, po çuditesha si arritin e 2 qeverit tona të bëhet drejtues bordi, njëherë në KRU e tash në IL. Kryeshefi ekzekutiv i ndërmarrjeve publike është pozitë në Ministrinë e Ekonomisë.
Ministra e ka të ndaluar rrëpsisht të përfshirë në procesin e punësimit në këtë pozitë. Bisedat e Rizvanolit me Mujkën e dëshmojnë përfshirjen flagrante të Rizvanolit dhe është dëshmi e mjaftueshme që Rizvanoli ka kryer vepra penale të keqpërdorimit të pozitës zyrtare apo autoritetit zyrtar nga neni 414 i Kodit Penal. Paragrafi 1 i këtij neni thotë: personi zyrtar i cili duke shfrytzuar detyrën apo autoritetin zyrtar i tejkalon kompetencat e tij ose nuk i përmbush detyrat zyrtare të tij me qëllim që të përfitojë çfarëdo dobije për vete ose për personin tjetër, apo që të shkaktojë dëm personit tjetër ose që të shkel të drejtat e personit tjetër, dënohet me burgim prej 1 deri në 8 vjet. Rizvanoli në këtë rast ka tejkaluar kompetencat, duke sjellur dobi për partijakun e vet, por edhe duke shkaktuar dëm dhe shkelje të drejtave të gjithë kandidatëve të tjerë, të cilët kur konkurronin për pozitën që veç ja kishin ndarë Mujkës, besonin se po i futen një gare ku do fitonte më i miri.